si taksa pagues ju kontriboni në buxhetin e shtetit. E shteti ka për detyrë të ofrojë shërbime për ju. Por, a e dini se cilat kompani fitojnë më shpesh kontratat publike në Kosovë? Le ta zbulojmë përmes platformës Integrity Watch Kosova të KDI-s. Në modulin e prokurimit publik, mund të eksploroni institucionet të cilat japin më së shumti tender, kompanit që marrin më së shumti kontrata publike, vlerat e këtyre tenderve dhe më e rëndësishmja të identifikoni rreziqet për keqpërdorime dhe korrupsion. Për shembull, zgjendni vitin që ju intereson. Shikoni si të gjitha grafikat përditësohen për t'ju treguar shumë gjëra. Çka blejmë më shumë, mallra apo shërbime? Kush janë kompanitë që dorëzojnë më së shumti oferta sipas vlerave? Institucionet që japin tender me vlera të mëdha e tjera. Dëshironi të hyni edhe më thellë. Për shembull, ju intereson një kompani e vetme apo një institucion i veçantë. Vetëm klikoni dhe të gjitha detajet e tenderve për atë kompani apo institucion shfaqen. Po ku qëndron fuqia e kësaj platforme? Tek indikatorët e rrezikut. Këto jo domosdoshmërisht janë prova për korrupsion, por sinjale që mund të shfaqen mundësi keqpërdorimi, konflikt interesi apo edhe keqpërdorime të tjera. Një mënyrë e thjeshtë përdorimi. Zgjidhni vitin, identifikoni fituesit kryesor, analizoni procedurat, hapni rastet konkrete dhe shkarkoni të dhënat për analizë më të thellë. Me vetëm disa klikime mund të kaloni nga të dhënat të thjeshta në analiza konkrete. Sepse transparenca nuk është vetëm qasje në të dhëna, por kuptimi i tyre.